Në njësinë administrative Dushk të Bashkisë Lushnje ka nisur pastrimi i kanaleve kulluese, një ndërhyrje e domosdoshme dhe me rëndësi të veçantë për fermerët e zonës. Ndërhyrja po kryhet në zonat ku kanalet kanë qenë më problematike, me qëllim mbajtjen funksionale të tokës bujqësore në fushën e Tërbufit, parandalimin e përmbytjeve dhe shmangjen e dëmeve të shkaktuara nga uji në parcelat bujqësore. Puna në terren po vijon çdo ditë, ndërsa fermerët e zonës e konsiderojnë këtë ndërhyrje si një hap konkret në mbështetje të bujqësisë dhe sigurimin e vazhdimësisë së prodhimit bujqësor. Autoritetet lokale bëjnë me dije se pastrimi i kanaleve kulluese do të vijojë edhe në zona të tjera, duke synuar forcimin e ekonomisë bujqësore dhe rritjen e qëndrueshmërisë së territorit. Ndërhyrja realizohet me mjete mekanike dhe forca pune në terren. Pastrimi i kanaleve është një proces i domosdoshëm para sezonit të reshjeve. Kanalet kulluese kanë qenë prej vitesh një shqetësim për fermerët e zonës. Fermerët shpresojnë që këto ndërhyrje të jenë të vazhdueshme dhe jo të përkohshme.